Mimbroma të nderuar teleshikues, jemi në Bulevard Televizion, emisionin Pa Kompromis, ku do të trajtojmë përfundimin e fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të datës 11 maj. Nesër është sigurisht heshtje zgjedhore, ndërsa ditën e diel, që prej orës 7 mëngjesit, të gjithë qytetarët që kanë të drejtë vote duhet i drejtohen kutive të votimit për të hedhur në kutit vullnetin e tyre. Për të trajtuar këtë temë sot, në një farë mënyre për të përmbledhur të gjithë fushatën elektorale që ka zgjatur për më shumë se 40 ditë, kam të ftuar në studio kandidati për deputet koalicionit Djathtas për Zhvillim, zotin Nezar Tupi. Faleminderit dhe është kënaqësi të jem me ty në studio, dhe kolegun tim gazetar Artur Dhane. Faleminderit Uri. Faleminderit Leo, sepse më ka dhënë mundësinë për të qenë bërë para analist, dhe po të shihim në ekip futbolli do të kishte dorëzuar panellët që sot, sepse një fushatë e lodhshme në drejtimin e emisionit. Faleminderit për vlerësimin. Edhe për qëndrimet që kanë marrë partitë politike. Në fakt, unë do të ta nisja me një pyetje shumë të thjeshtë. Si ju është dukur, pyetesh për të dy, në fakt, si ju është dukur kjo fushatë elektorale që zgjati për të paktën më shumë se një muaj? Nëse do bëni një përmbledhje, do të me një fjalë vetëm Leo do ishte një fushatë shumë e habitshme. Paktën për njerëzit që kanë bërë fushata, do të kemi një lloj zhvillimi të fushatës në ca kushte që janë kushte të veçanta. Nuk ndihej fryma e fushatës, paktën nga ajo që duhet bënin partitë politike, ndërkohë që kishte ajo që gjykoj unë që ka ndodhur është që kishte një lirshmëri tek qytetarët ose një çlirim të qytetarët nga ky presion i zakonshëm i partive politike në raport me votën. Ishte shumë e thjeshtë që të komunikojmë me qytetarët, ishte shumë e thjeshtë për të kërkuar votën, ishte edhe në shumë raste shumë herë më e thjeshtë edhe për ta marrë premtimin për votën. Është një fushatë e këndshme. Nga këndvështrimi personal, ishte për mua të paktën personalisht ka qenë fushatë e këndshme. Një mundësi për takuar shumë bashkëqytetarë, të cilët për shkak të impenjimeve të përditshme ne kemi vështirë të gjendjemi dhe të takojmë. Ishte një fushatë shumë e mirë për të kuptuar se cila është gjendja reale e qytetit dhe kush janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ne jemi bashkëjetues këtij realiteti të përditshëm durrësit, por secili nga ne ka një perceptim ndryshëm në raport me ajo që është realiteti. Dhe fakti i takimeve ose mundësia për takuar shumë qytetarë ishte ndoshta mënyra më e mirë për të kuptuar kush është realiteti i gjithëve ne, pastaj jo se realiteti i secilit është i veçantë. Dhe ishte edhe një mënyrë shumë e mirë për të kuptuar se çfarë duhet të bëjmë për të ardhmen dhe se si mund ndoshta të japim një kontribut individual gjithë secili për të përmirësuar qytetin. Po në këndvështrimin e gazetarit, pasi zotë Tupi foli në rolin e politikanit. Atëherë, Leo, jam shumë dakord me Rezin. Rezi ka qenë i ftuar në disa emisione në Bulevard Televizion. Në këndvështrimin tim, unë e kam parë fushatën se jo si fushatë çuditshme, por ndoshta fushata më dobët që ka ndodhur ndonjëherë. Në çfarë kuptimi? Do ta sqaroj, se ta mbleni mundësinë. E kam parë fushatën më dobët duke u nisur nga të dy partitë kryesore, të cilët edhe bashkë me kompromis ndërtuar një kod zgjedhor i cili partitë e vogla që janë erësia vetëm me kësaj fushate, por jo vërtetës. Pra, nëse unë si gazetar për 30 vitesh ose edhe si kolegu juaj me shumë përvojë, them që kjo fushatë ka pas një erësi, ka pas partitë e reja, koalicionet e reja, unë nuk du të përmend tashmë, por du të them që fushata e dy partive të mëdha, unë shpresoj që jetë fushata fundit dhe besoj do të jetë fushata fundit e një tranzicioni të turpshëm të 4 vjeçar, kur dy partitë të mëdha vendosin hegemoninë dhe vendosin vetën e tyre, edhe për të mos lejuar që të vijë një klasë politike e re për të drejtuar këtë vend. Unë besoj që Edi Rama ka trajtuar këtë fushatë për të mos marrë një njallë dhe Sali Berisha për të hequr njallën që ka marrë. Unë në këtë këndvështrim e kam parë, dhe ajo që më ka bërë përshtypje është, nuk dani s'ka fakte, nuk t'i personalizoj gjërat, që ka pasur edhe një dashakësi, pra një parti e cila bën fushatë dhe thotë do japim pasaportën europiane, se është partia socialiste, 12 vite mbështet dhe nuk pranon të vi në një emision televiziv për të sepse gjërat nuk janë personale me Arturin këtu, nuk janë me Leonidën edhe me Rezardin. Ne jemi këtu për pas një hapësirë për teleshikuesit, komunikojmë me kandidatët dhe me liderët politik për ato
që atë shfaqin dhe për t'i besuar, po mos i besuar nesër ke vullneti që ju thatë me datën 11. Një gjë e turpshme, mas 34 vite që thu, tani do ju çojmë ne në Europë, por nuk vjen në një televizion për debatuar, sepse nuk do të debatoj unë me Erezin, ose ju, do të debatoj kandidati që i ka përballë. Dhe unë besoj që kjo është një tregues tjetër negativ i asaj që nuk ka ndodhur ndonjëherë. Atëherë të ngelur tek ajo që unë thash këresia, unë kam parë fushatën edhe pak në një këndvështrim tjetër, kam menduar që fushata do kishte një tjetër spektër, por të lindur një poli tret që unë besoja sinqerisht mas kaq shumë vitesh lodhje të dy partive të mëdha do kishte një tentativë për një pol tret. Është pjesë e politikës, është pjesë e marrëveshjeve që kanë bërë në Marrëzin, kemi diskutuar këtu, edhe pse nuk është arritur, po edhe me kandidatë të tjerë, figura që kanë përfaqësuar parti të tjera, unë besoja që një poli tret do ishte gjëja më mirë. Një poli tret jo për ta sponsorizuar si Berisha në 2009 që thirrin në armë atë që ta klani Zemunit dhe ndërtoi qeverinë me 4 deputet, pastaj për krijuar dhe një sinjanarin e turpshëm, por për të pa një formim ndryshe. Dhe them që në këndvështrimin tim edhe me të gjithë intervistat që unë kam pasur këtu, me të gjithë ftuarit e mi, e vetmja risi që unë them që ka kjo fushat është që ka një sinjal pozitiv nga partitë e reja. Po vjen një frymë re në Shqipëri. Po vjen një frymë, po. Unë them që po. Tani, ndoshta nuk është se dhe kultura politike jonë nuk është ndonjë, por unë them që ka njerëz që po fillojnë të besojnë. Pra, bashkë kemi një rrugtim gjatë gazetar, ne nuk kemi parë kur parti të vogla që të mbushin salla, që të mbushin sheshe, që të komunikojnë. Pavarësisht ka natyrës që kanë zgjedhur për fushat, për shembull, sepse në djenin time, koalicioni që profesion zoti Ktubi me që kemi këtu dhe unë pa përmend, e kanë zhvilluar fushatën e këndvështrimin e tyre, pra kanë punuar derë më derë, punëpër nuk kanë dashur të bëjnë organizime, por ka parti tjera që kanë organizuar dhe kanë mbushur sheshin Durrës, për që dikur se ka mbushur as PD-ja dhe as. Pastaj ne do të diskutojmë nëse gjatë minutazhit ton pse kena arritur këtu dhe pse jemi në këtë gjendje. Unë them që ka një risi për herë të parë në Shqipëri që po lind një dritë në fund tunelit. Se ç'do ndodhi pastaj? E qytetarët do që vendosin. Në fakt, sot mbyllet përfundimisht dhe zyrtarisht fushata elektorale. Zoti Ktubi, a ka patur problematika kjo lloj fushate? A ka pasur shkelje, le të themi? Dëgjoj, se ka një, këtu kemi një, nëse do të flasim për problematika, do të flasim për problematika ligjore dhe për problematika jo ligjore. Në fakt për të dyja ju, sepse ju mund t'i kontrolloni të dyja, sepse nëse do flasim për të parat, ka një problem që është problemi në mënyrë se si kodi zgjedhor e ka strukturuar fushatën zgjedhore. Kodi zgjedhor parashikon zhvillimin e fushatës në vetëm 40 ditë, ndërkohë që fushata realisht Shqipëri nis 6 muaj përpara. Dhe nëse do të flasim për një nga gjërat që është më shqetësuese në raport me fushatën zgjedhore, është përdorimi i administratës, trysnimi i administratës, vënia nën presion e administratës për të çuar votën nga atë që është partia në pushtet, sot që flasim Partia Socialiste. Dhe kur flasim për këtë efekt, ky është një efekt që fillon 6 muaj përpara datës zgjedhjeve, nuk fillon 40 ditë përpara datës zgjedhjeve. Nëse do të kthehemi në kohë, do të kujtojmë që përpara se të fillonte zyrtarisht fushata zgjedhore, Partia Socialiste ka kërkuar gjithë punonjësit të administratës shtetërore që të paraqisin një listë në 10 emra që janë persona që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe që do të përfshirëshin ato që të ishin votuesit nga diaspora. Dhe sot ty të rezulton në fakt që ky fenomen është përkthyer në një votë të ardhur nga diaspora. Se si do të jetë cilësia e asaj vote, ne nuk e dimë sot. Por fenomeni ka ndodhur dhe ky fenomen është një nga fenomenet që deformon pastaj që është vullneti, atë që është vullneti i qytetarëve. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është fenomeni që fillon dhe ndodh në javën e fundit të fushatës, është fenomeni i famshëm i blerjes të votës. Nëse do të referohemi informacioneve informale që na vijnë nga terreni, do të konstatojmë që duke filluar nga dita e pardjeshme, ka filluar shpërndarja, ose le të themi ky kapilarizimi për blerjen e votës në terren. Ne kemi informacione që në zonat periferike të qytetit, që thonë jashtë qendrës dhe jashtë kufive zyrtare ose hipotetik të qytetit ose të bashkisë Durrës, ka filluar trokitja derë më derë për të blerë ato që janë vota. Me një çmim që është rreth 5.000 lekë. Do të thotë që është një problem vete. Dhe ky është një çështje që ka lidhje me deformimin e votës. Dhe treta është ajo që ndoshta këto zgjedhje nuk është ndier shumë, por që unë nuk e përjashtoj si fenomen, është përfshirja e strukturave të krimit organizuar në shitblerjen e votës.
dhe në deformimin e votës, jo vetëm shitblerjen e saj. Për fatin tonë të keq, vazhdohet që është një traditë që Partia Socialiste e ka krijuar dhe e ka thelluar me kalimin e kohëve duke krijuar një simbiozë ndërmjet saj dhe krimit të organizuar, është që kjo strukturë e krimit të organizuar në qytetin e Durrësit vazhdon jo vetëm të ndikojë në listën e kandidatëve për deputet, por të ndikojë edhe që në këtë listë kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste të përfshihen elementë që pastaj do të sponsorizohen dhe në numrin e votave që do të marrin. Kështu që në këto kushte, asnjë nga këto tre elementë që janë ndoshta shkaqet kryesore që sillin deformimin e votës, nuk ka ndryshuar nga fushata e 2021-shit. Dhe fatkeqësia është që ne vazhdojmë të prodhojmë një rezultat zgjedhor, një proces zgjedhor përpara. Dhe në fund pastaj edhe një rezultat zgjedhor i cili është subjekt i deformimit të vullnetit qytetarëve. Për fatin tonë të mirë, ose po të themi ajo që po ndodh, unë këtu bie dakord pjesërisht me Turin, që ka një ndërgjegjësim të qytetarëve në raport me pushtetin që ata kanë lidhje me votën, ose me drejtën që ata kanë që me votën e tyre të bëjnë një ndryshim. Dhe kjo është gjëja më e mirë që ka ndodhur, dhe këtu nëse ka një grup njerëzish ose grup subjektesh që duan përshëndetur për veprimtarinë që kanë bërë, janë pikërisht partitë e reja, partitë e vogla, partitë alternative, që duke trokitur derë më derë e kanë detyruar qytetarin të kuptojë që ka një version alternativ të pushtetit përtej PS-s dhe PD-s, që ka një version të ndryshëm të politikbërjes përtej PS-s dhe PD-s, dhe për të dhënë atyre mundësinë që ndërmjet disa alternativa të paktën të zgjedhin atë që ato gjykojnë që është më e mira për ta. Në fakt nuk e di nëse e keni dëgjuar, sot zoti Belind Këlliçi doli me emra konkret në qytetin e Durrësit për problemi që zoti Kthupi përmendi pak më parë për shitblerjen e votës. Nuk e di sa jeni ti informuar. Në fakt unë do të shkoja përsëri sa që thash në fillim, por duke përqendruar jo pa qëllim PD-ja dhe PS-ja ndërtuan një kod zgjedhor për të përshtuar partitë e vogla, sepse nuk fillon në shqiptarët për fat të mirë dhe për fat të keq i kena këto 40 edhe çik kështu në nuk fillon këtë 40 çik për mua. Pra ne nuk duhet të harrojmë që keni Partinë Demokratike, që është partia që drejton opozitën për të ardhur në pushtet, në koalicionin Shqipëria Moshtore. Në kur thash 40 ditë në fushat elektorale, kam parasysh datën zyrtare. Datën zyrtare, por nuk është as 40, është 30. 40 po e lëm, nuk ka rëndësi. Ka një problem shumë të madh tash. Do të kemi parasysh një sër faktorësh që vinë dhe e thellojnë këtë krizë dhe për të shkuar aty ku Rezi thotë që edhe pse qytetarët nuk kanë besimin e duar. Kush është kjo krizë? Partia Demokratike ka dalë vetë nga një krizë. Pra unë në memorien time, 57 vjeçare, unë kam parë filmin Skënderbeu, edhe filmin Fortuna. Ke filmi Fortuna i gjuar njëri me llësti gjyqtar italian dhe vret. Ke filmi Skënderbeu me hypin me shkallë me djeg kalan dhe selje Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka prodhuar një krizë brenda vetës vet, që është e turpshme ta themi. Pra, një krizë e cila ndikojnë në ndarjen territoriale. Ka dalë kjo krizë? Nuk besoj se s'ka për dalë. Nuk besoj. Në të dali do ta qesë qytetarët ose duke shkuar aty ku thotë Rezi që do ketë një ndërgjegjësim të qytetarëve në një pol të tretë, do të krijojë një besim ndryshe nga këto dy partitë e mëdha. Për mua jo. Partia Demokratike i ka toleruar jo pa dashje reformën territoriale. Nuk ka marrë pjesë, duke dhënë mundësi Ramës ta ndajë Shqipërinë në 61 bashki. Dhe çfarë ka ndodhur? Gjërat që ne kemi diskutuar. Shaku ishte i djallë, po, hajtë ja ngope mamin se në gjithë majtë. Maroj. Nuk ka marrë pjesë dhe ka dërzuar mandatin, që e më trushme dhe ka quar atje 30-40 deputet, njerëz u bën dhe që sharak, që kanë merituar ligjet që Rama ka dashur. Dhe ajo pasaj është për të vënë kujin, nuk ka hyrë në zgjedhje. Është hera 2 që Partia Demokratike ka bërë këtë gabim. E ka bërë 98 në pjesëmarrje për kushtetutën, kur çfarë ndodhi? Ndodhi që u identifikua gjithë elektorati i Partisë Demokratike sepse i thanë shkoni me votu për kushtetutën dhe çfarë bën? Ai që punonte në Durrës gjetën vetëm në Sulli, me emrin Arapaj, ku diun, nuk kishte mundësi as me votu. Dhe ndodh çuditërisht mas shumë vitesh prap për arsye të një unë nuk e di kush është fajme në Partisë Demokratike, leadershipit, janë problemet e tyre, problemet të zgjedhjes në Partisë Demokratike. Unë them tani që kjo krizë në Partisë Demokratike ka prodhuar
edhe këtë pjesën tjetër që rrezje preku pak, por unë duhet ta theksoj sepse do dalë pyetja juaj që çfarë po ndodh me procesin zgjedhor. Pra ne po flasim për një parti socialiste të kriminalizuar që ka pjesë të segmenteve të cilët kanë përfituar nga pushteti, të cilët kanë marrë tendra, kanë marrë se si investon pushteti për të marrë në kontroll dhe për të bërë presion qytetarit. Pra mos harrojmë. Partia Demokratike kanë të pak në Durrës, kanë në listën e kandidatëve të saj njerëz të janë përgojuar publikisht. Dhe edhe ju jeni gazetarë që jeni marrë me kronikën. Është vërtet, po. Njerëz të cilët janë plagosur me kontingjent krimi dhe në Partia Demokratike tani e kanë dhënë si profesues programit të saj, se këtu është problemi i madh. Dhe me drejtë morale i thot, po mirë, kur ti fut te prokuror që është plagos, kur ti fut këtë, pse po sa fuzë? Pra të dyja partitë e mëdha po për një. E vetë zgjidhje këtu do jetë vetëm kur të ikin 2 majit. Vetëm një politret mund të bëhet. Për mua po, me konvestimin tim, unë nuk jam ndaj. Është pak. Për mendimin tim është pak më e thellë gjëja. Dgjoj. Kemi një diferencë dhe diferenca është e tillë. Lista e Partisë Socialiste është lista e administratës publike, që do të thotë janë marrë kush ishin drejtorë, njerëz që kishin ushtruar pushtet dhe ushtrojnë pushtet në mënyrë aktive gjatë kësaj kohe, dhe janë bërë pjesë e listës së deputetëve, që do të thotë ajo që Partia Socialiste të ofron ty sot si version për të votuar, është versioni i një administrate publike, administratës shtetërore, cilën po e kalojmë nga drejtoria apo drejtor i një entitet caktuar në politikan. Dhe nëse unë si qytetar kam shqetësime dhe jam i prirur të mendoj që është një administratë korruptuar, është një administratë që nuk punon, është një administratë që është në dëm të interesave qytetarëve, zoti Rama po e merr këtë administratë që bën se administrata e bën këtë gjë. Dhe po mas poston dhe po mas sjell si version të mundshëm politikan. Nga krau tjetër, çfarë bën Partia Demokratike? Partia Demokratike bën të njëjtën gjë. Njerëz që i ka pas në administratë në periudhën 2013, në 2008, 2005, 2013, po i merr dhe i propozon si versione politikanësh, ose më keq akoma politikanë që i ka pasur në betejën e vitit 2013, betejë cilën e humbi, po i sjell prapë si risi për t'u sjell si qasje ndaj votuesve. Kështu që të dy këto modele janë modele dështuara. Nga njëra anë modeli i Partisë Socialiste është modeli një administrate që prodhon korrupsion, një partie që prodhon korrupsion, një partie që është e lidhur me krimin organizuar, një partie që nuk punon për interesat e qytetarëve, një partie që ka 12 vjet në pushtet dhe ka dështime të pafundme në raport me premtimet që i ka bërë qytetarëve. Nga krau tjetër kemi një Parti Demokratike e cila nuk sjell asnjë risi për të mundur këtë që është kundërshtarë saj. Ato që kanë humbur kundërshtarë saj kryesor. Që do të thotë e vetmja zgjidhje, le të themi e pranueshme për qytetarët do të ishte dalim për te këtyre dy alternativave dhe të shkojmë ke një alternativë tretë që janë partitë e reja. Sepse të vetmit njerëz cilët mund të kenë një program, dhe po të marrim dhe të shkojmë programet e partive, Partia Socialiste nuk ka program, është pasaporta europiane. Partia Demokratike nuk ka program, ka Shqipërinë madhështore. Dhe pastaj ne i kemi ofruar qytetarëve programe praktike dhe reale, që do të thotë jo çështje zgjidhjesh të momentit. Nuk zgjidhen gjërat duke dhënë para, duke ofruar para për gjithçka. Kush kjo zgjidhje që kërkon Shqipëria? Shqipëria kërkon rryrje të thella për të krijuar shinat në të cilat do të zhvillohet shteti që pastaj të prodhojmë gjithë to benefitet që marrin pensionistët edhe në vit. Por për ta thënë troshë janë bërë pensione që nuk dalin në kamp. Njëra thot 200 euro, që 250 është turpshme. Është turpshme të merresh me fatin atyre që janë mosh, sepse nëse do kena fatin nga Zoti të shkojmë në atë moshë, është turpshme, ti thosh njerëzve në fushatë elektorale 30 ditë. Unë do t'jap 200, unë 250, unë 230, që shkoj punë kështu. Është turpshëm, nuk ka moral. Dhe me që ndërhyrën ke herezi, po çikosh listën e mbyllur PD-s PS-s, mjafton vetëm kaq për të kuptuar se kush është ajo që po ndodh në politikën shqiptare. Në listën e mbyllur të PD-s janë në 5 emrat e parë, pra, që quhet listë e mbyllur, tani besoj që edhe shqiptarët janë ndërgjegjësuar se të listë e mbyllur, listë e hapur. 70% janë atyre që kanë humbur 2013-ën. Madje zoti Cara ka garuar, unë kam pasur Cara atje këtu, nuk kam gjë personale, unë flasim parim. Në parim po. Zoti Cara ka kënduar për kremën e bashkisë dhe ka humbur. Ka dalë parë mbrimare, po ka dalë parë mbrimare se ka qenë kryetari i PD-s dhe ka menaxhuar strukturat.
A din lera që kanë fshatra që kanë struktura partia demokratike që kanë 22 vjet, kryetari bot, sekretari bot, sepse masë ndihmon edhe Rezi bot kryetar. Dhe atje ka një kryetari sekretari që a marrove ti mandatin pa apo kaloi umbetëm tani. Njëri tjetër. Tani vetëm duke dalë, por dal pastaj ke lista e mbyllur e Partisë Socialiste. Unë mendoj që kur Partia Socialiste nuk ka pasur një listë më të turpshme. Nuk ka pasur një ofertë më të dobët se sa lista mbyllur. Sepse janë shumë memra që unë nuk i njoh. Nuk kam se tani ai që është dëmtis, që i ka shkull dhomën qytetarëve, ai që i ka shkull dy libra, i ka shkull zemrat, tani do më marrë dhe votën, ky është problemi i Partisë Socialiste që e ka bërë atë zgjedhje. Unë po flas. Tani të vendosësh për herë 5 Klodiana Spaiun. Unë do t'jap një fakt, dhe Rezi e din. Cili është? Fakti është shumë i trisht. Klodiana Spaiu, me rekomandimin e ish prefektit Partisë Demokratike, ka shku për të bërë kandidate Partisë deputete për PD-n. Josefina Topalli ka gjetur një dokument që një ka pritet i ka punu komitet ekzekutiv këtë tërlimi. Dhe nuk e ka pranu Partia Demokratike. Nuk e di mira kejtë që ka ndodhur atëherë. Dhe mos javë ka shkuar Partia Socialiste. Po tani, kjo është politika, kjo është morali. Çfarë do japi Klodiana Spaiu në mandatin e 5 dursakëve? Çfarë do japi? Shëndetësi falës. Do të japi shëndetësinë falës. Do i thot po që burri është bërë drejtor këtë spitali, në rregull, të e dim. Çfarë do japi? Vizita do t'i uli. Do na thotë neve që kujdes me zemrën se nuk pratë shku deri në Tiranë. Do tjerë të presin. Çfarë do japi Milvi Ekonomi? Një njeri që ka ardhur në Durrës si kandidate, nëpërmjet Ëndër Mishit, që thonë ka idiot burr, PD edhe PS-ja. Kur vin pushtet, thonë e kena gocë teze, por kur dalin në opozitë nuk i kena gjë, kena gjik largët. Tani, po si mund të kërkosh vot tani, mund të japësh vot Milvi Ekonomit, por çfarë syje? Çfarë lidhje ka me PS-n, sepse për të qenë sinqert, unë kam pas ndonjëherë në lidhje kështu organike me Partinë Socialiste, por nuk mund të kasosh tani për Dule Gasin Nuk diskutohet, jo. Edhe Spartak Brown, me gjithë gjakuzët që ti mund t'janë bërë. Është njëri që funi fare dele pi kafe në Durrës, se ezë takon njerëz. Nuk merr rrugicët si këto që kur ikin nga pushteti, është turshme. Dhe pa shkuar pastaj ajo që Rezi e tha me shumë drejt. Një drejtor që ka firmosur 84 milionë euro kur që nuk është bërë akoma. Një drejtor i cili ka masakruar spitalin, një drejtor i cili në Këshillin Bashkiake miraton buxhetin për 34 minuta. Edhe talët, edhe e merr dhe futet listën e kandidimit. Një tjetër që ai në fakt nuk e ka emrin ashtu, kanë filluar mi thonë se ka zëvendësu Jurin mos Jurin Burg, edhe nga zona e Ishpit. Nuk i thonë Arkan, me thonë Arkan. Kujtojnë se është ai. Por unë jam dakord me gjithë këto që po ashtroni ju. Po ky është produkti se ajo që tha Rezi është kjo që ne po themi dhe po diskutojmë. Këto dy parti, këtë produkt prodhojnë. Nuk kanë të qytetin, çfarë do prodhojnë tjetër? Po me vetën a janë në rregull këto dy parti? Po me vetën kush i vuan pasojë? Ora pasojë në rregull është pushtet, edhe po do jam rregull është opozit. Pasojë kush i vuan? Po do nuk ka probleme fitu zgjedhjet atë. Po do ka probleme që në partia para opozitare mbaroj. Akoma diskutojmë këtë punë. Një e ka me majt njollën, një e ka me njollën. Mbaroj. Ka një problem. Dhe çështja është në raport me qytetarët. Një parti politike ka dy objektiva kryesore. Objektivi i parë kryesor është të zhvillojë politikën. Të bëjë që qytetarët kuptojnë politikën e saj, një parti e djathtë shkon djathtas, një parti e majt shkon majtas, dhe përpiqet të bindë qytetarët që politikat e partisë janë të mira dhe këto politikat duhet të zhvillohen. Dhe një herë që ka ardhur në pushtet, përpiqet që të administrojë në bazë këtyre politikave, të administrojë shtetin në mënyrë që të rritet mirëqenia e qytetarëve. Tani këtu problemi është shnërruar krejtësisht. Nuk ka më rëndësi se çfarë pasojesh kanë qytetarët. Rëndësi ka që njëra nga partitë të jetë pushtet dhe njëra nga partitë të jetë në opozitë. Pasojat për qytetarët do vazhdojnë të jenë të njëjta identike, sepse këtu nuk është më qëllimi, objektivi nuk është më thjesht të përmirësojmë diçka që qytetarët jetojnë më mirë, ose të zgjidhim problemet që qytetarët kanë. Këtu problemi është të marrim votën e qytetarëve dhe mbasi ta kemi marrë votën e qytetarëve, të vazhdojmë të qeverisim vendin duke shpërblyer ato 5, 10 apo 15 persona që janë grupet e interesit mbrapa këtyre partive politike. Dhe këtu është krijuar një rrjet që ne i themi oligarki, por nuk është vërtet. Këtu është një plutokraci, që do të thotë
drejtimi i vendit nga një grup shumë i vogël njerëzish, që janë grupi njerëzve që kontrollojnë mediat, që kontrollojnë bankat, që kontrollojnë partitë politike, dhe në fund ditës janë ata që marrin benefitet kryesore nga buxheti i shtetit. Kena dhe Leon nga sektori, kena përdonuar në fjalën oligarkë, se nuk kanë oligarkë, kështu siç i di shqiptarët, se duke thënë ato oligarkë nuk është ndonjë fjalë e keqe. Po oligarkët që janë krijuar në Shqipëri, në mënyrën se janë krijuar janë dhe për dalë diku thotë Rezi, Partia Demokratike ka 34 vite që është parti në politikën shqiptare. Po unë një pyetje thjesht po bëj. Po e lej Partinë Socialiste sepse kam rezervat e mia që nuk është më partia e majt, partia që kishte ato parimet e veta, kishte ato një. Unë besoj që Partia Socialiste është Partia Socialiste tani me ato njerëz që janë futur aty dhe me ato njerëz që profesion. Besoj që është. Unë nuk po përdor fjalën sekt tani sepse është Shikarana, Sorosiana, nuk jam unë personi që e zgjidh. Por ajo që unë di me siguri për të thënë është Partia Demokratike sa herë janë zgjedhur do hapin partinë, po kush e mbyll këtë partinë, më do hapin. Po kush e ka mbyllur burr? Po kush e ka mbyllur burr? Ke 5 mandate që s'bën dot zgjedhje në Durrës. Nuk voton dot, i emron deka e dytë në Shqipëri, emron kryetarët. Njëri ka rrugë xhaketën aty, nuk vjes në emision, tani. I ndrua dhe bravo, në Barsalet e mori Luli bravo me fjalë, ka një Luli batut, po thonë ka bë Luli edhe punë. Se s'do të bëj Lulin, zotin Basha. Po tani, do hapim Partinë Demokratike për të ardhur në pushtet. Kush e ka më këtë parti, s'e kuptoj. Është ai që thotë Rezi. Është vërtet. Partia Demokratike nuk e ka Mjelderën. Partia Demokratike ka krijuar një leadership, një monopol mërna vetës vet për të ruajtur edhe ato benefitet edhe, mos kujto se në opozitë nuk marrin punë aty. Ke këshilltarë aty të opozitës në Këshill Bashkiake që kanë marrë lek tërmetësh që ditësh ti këmbënia kokës. Di. Dhe këto janë raste të cilët njerëzit bëjnë sikur si din, po i din. Dhe kjo është ajo pastaj që ndikon ke fryma që nuk krijon besim tek opozita. Mirë, thotë, këto kanë tepru. Ajo që tha Rezi 12 vite, skandale. Po po këto që po vinë, këto kanë qenë. Dhe kush po vjen? Po vjen ato që kanë hyrë në 2013, po vjen prap. Kush problemi i madh? Mbase jam edhe jashtë teme, po. U bën këtu jena me ato me gjithë s'ka problem. Nga viti 1990 deri në vitin 2023. 34 vite po unë. 34 vjet. 35 nuk ka rëndësi. Nga viti 44 deri në vitin 90 unë nuk e kam numrin saktë, po janë vrarë me 10 njerëz që dilnin kundra politikës së asaj kohe diktaturës. Si s'ka njerëz tash që dalin? Ka një problem, Rezi ka një këndvështrim tjetër, ka një këndvështrim tjetër. Tani me që se nuk e kisha menduar që të më bësh këtë pyetje, po ta them unë. Sa ka vrarë në 97 ky sistem demokracia, nuk e vrarë 40 vite, që ta dish. Por një vi ujë, por 5 lekë të sudës. Atë jo e kam fjalën tek se ne po flasim për partitë politike, sillen kështu, po ne se sillen kundrejt atyre. Krimin o bën shteti, o bën individi për të mbërë shteti tani. Dy gjëra ka. Kanë ndruar modeli. Më përpara, nga periudha 44 deri në periudhën 90, do të thënë partia shtet të dënonte dhe pastaj populli, do të thënë merrte vesh që ti ishe fajtor dhe ndiqte udhëzimet e partisë. Sot ka ndryshuar versioni. Partia nuk të dënon më, partia të denigron publikisht. Po të merrni shikoni, për ne që jemi kandidat që vim nga radhat e PD-s, po të shikoni të denigrimi që bëhet nga ejtarët e Partisë Demokratike është jashtëzakonshëm, është i frikshëm. Që do të thotë, nëse ti do doje të merresh me politikë, ti nuk, do të thonë, duhet marrësh parasysh faktin që njerëz që ty nuk të kanë njohur kurrë në jetë, nuk kanë pasur kurrë mundësinë të të takojnë, të etiketojnë me të gjitha epitetet e mundshme. Dhe lufta nuk është më lufta klasike që unë të marrë, të dënoj dhe të vras sepse ti je kundër vijës politike të partisë time. Jo. Ti sot je armik sepse ti je kundër Sali Berishës dhe nëse ti je kundër Sali Berishës ti je armik. Këtu ka zbritur lufta politike. E njëjta gjë është nëse je kundër Edi Ramash. Nuk ndjes Leos, nuk është se po të kundërshtoj për atë që po thua, po unë kam një pyetje që vjen si rralloj kësaj. Po më mirë në rregull, Partia Demokratike thotë që ne rrëzum sistemin dhe erdhëm ndërtuam një sistem të ri demokratik që nuk është ndërtuar kurrë, s'ka me të shofun. Unë nuk kam për ta kapur, nuk e di tjerët. Tani ka një problem të madh.
Dhe kush është problemi? Përse PD-ja dhe PS-ja kur vjen puna për të luftuar ato që duan të krijojnë një frymëtre bën bashkë. Kjo është e para punës, tu do të kthehemi në një. Se tani nuk jena ke monopoli biznesi, po jena ke monopoli politik. Jo, po këtu monopoli nuk është thjesht monopol politik. Nëse flasim për monopol politik, tu nga monopoli politik të derivojnë të gjitha monopolet e tjera. Duke filluar që nga 2008 është bërë një marrëveshje shumë e madhe. Jo të kërkojnë ndjes për ndërhyrjen. Është bërë një marrëveshje shumë e madhe që është një marrëveshje politike për të ndarë pushtetin në mënyrë përfundimtare. Do thonë, mbas daljes në skenë të LSI-s në 2005, Rama dhe Berisha e kuptuan që një faktor i tretë do të kushtëzonte pushtetin e secilit prej tyre. Kushtëzim që nuk ishte ndodhur asnjëherë në Shqipëri në atë formë. Dhe ajo që ndodhi në 2009 ishte përpjekja e parë për të shuar çdo faktor të tretë jashtë PS-s dhe PD-s që është kushtëzonte pushtetin e këtyre dyjave. Që do të thotë, nëse PS-ja dhe PD-ja merren vesh për gjithçka. Nuk ka nevojë për palë treta që kushtëzojnë ti ton Ramës se ti nuk e bën dot qeverinë apo ti ton Berishës se ti nuk e bën dot qeverinë. Dhe ajo që ndodhi në 2009 ishte prova më e mirë. Kemi një periudhë 2009-2013, 2009-2017 për qenë sinqert, që është dy mandate qeverisë, në cilën PS-ja dhe PD-ja u kushtëzuan nga një faktor i tretë që ishte LSI-ja. Dhe çfarë ndodhi? U bën bashkë në 2017 për ta zhdukur LSI-n. Dhe vazhdoi një proces 2021-shin, dhe sot procesi është të zhduket çdo faktor i tretë që mund të cënojë Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike dhe përrjedhoi pushtetin e përbashkët që kanë mbi Shqipërinë. Që do të thotë tu jemi në kushtet e pengmarrjes. Ajo që këto zotërit duan të bëjnë është marrin peng Shqipërinë dhe ta mbajnë me këtë rotacionin si teti për kryetarin dhe sekretarin e seksionit, ikën njëri vjen tjetri, mbaron radha jote, fillon radha ime. Brenda llojit. Ka dhe një gjë këtu tani edhe për ta diskutuar këtë sepse Partia Demokratike është parti që ka prodhuar më shumë parti ka lindur gjatë rrugtimit të saj. Keni një se më pashëm se e ka pjellë shumë. Ka pjellë. Unë thash ka lindur tani e korrigjova që se më thamë se thuj, po nëse nuk është një fjalë keqe edhe pjellë, më mësues gjuhëja. Problemi është këtu. Partia Demokratike gjatë rrugtimit të saj nga marrë mandatet parë, sepse po të bëjmë një analizë të Partisë Demokratike të zgjedhjeve, nuk e di se kemi minutazhin, por Partia Demokratike ka një histori të çuditshme në zgjedhjes. Ka humbur zgjedhjet në 91-shin. Në 92-shin ka ardhur si shpresë shqiptare. Ka humbur në 92-shin zgjedhjet lokale me numër njësisht, sa atëherë ka qenë komuna dhe bashki. Në 94 ka humbur kushtetutën, në 96 ka vjedhur vota dhe ka ndërtuar për herë të parë sistemin e biznesit të turpshëm. Pra në qoftë në 96-ën u larguan komisionerët e PS-s, u mushën kutit, në 97-ën ato persona morën kallashin krah dhe ka humbur përsëri zgjedhjet. Në 98-ën ka humbur kushtetutën, në 2000-shin ka humbur zgjedhjet lokale, në 2001-shin ka humbur zgjedhjet e përgjithshme. Në 2005 për arsye të çuditshme, sepse nuk është vetëm që ka fituar, po e mori mandatin përfundimisht, erdhi në qeverisje. Në 2009 nuk ka fituar. Në 2013 ka humbur. Pastaj mas 2013 nuk ka nevojë për komente, po. Pra, në gjithë listimin që unë bërë, rezulton që ka fituar vetëm një herë, në 92-shin. Edhe në 2005. Edhe në 2005 rezultat, nëse do të... Unë nuk mendoj që ka fituar. Jo, nëse do të... Okej, nëse do të... Me një gjentilesë të zotit Nano, edhe ka fituar. Mirë, mund ta vazhdojmë pak më pas. Po, të kërkoj ndjes për këtë listim që bëra. Jam i detyruar të shkoj në një hapësirë të shkurtër publicitare. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën. Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarit tanë. Zoti Kthupi, në fakt folëm edhe pak në fillim të kësaj bisede, kjo fushat me partitë kryesore pa një program të mirëfillt. Partia juaj, çfarë programi ka konkretisht? Ne kishim një program të gjerë, e kemi faktikisht një program të gjerë, por nëse me lejen tënde unë do fokusohem vetëm pak gjëra të qendrës. Je i lirë. Sepse që të ulemi dhe të trajtojmë një program të një partie politike, duhet të bëjmë para punës, fillojmë nga ato që janë problemet që kemi sot në Shqipëri. Shqipëria ka dy probleme thelbësore. Faktën si e shikojmë ne. Ka një problem në mënyrë si funksionojnë institucionet, që do të thotë institucionet sot janë përqendruar në pushtetin e një njeriu vetëm. Është zhdukur kjo ndarja kryesore e institucioneve. Dhe shkaku pse sot ne kemi korrupsion kaq përhapur, shkaku pse ne kemi kaq pak interes të institucioneve në raport me qytetarin, është pikërisht për të kësaj. Është një model që është modeli qendrëzuar që ka zbritur nga ky qendrëzimi për interesa të grupimeve të caktuara. Nga niveli qendror zbret në nivelin lokal
Dhe dyta është që kemi një model të dështuar zhvillimi ekonomik. Që dyja këto pastaj prodhojnë gjitha këto efekte tretësore, që s'kemi pensione, s'kemi paga, s'kemi arsim, s'kemi shëndetësi, s'kemi zhvillim bujqësor, nuk kemi transport, nuk kemi kurrë, nuk kemi transport, nuk kemi port. Gjitha këto bashkë derivojnë nga mënyra se si dhe këtu rrezikojmë ngelimi pa port. Nuk kemi për momentin, nuk rrezikojmë. Rrezikojmë ngelimi. Ka një tezë çuditshme me ato që po ndodh, nuk e di se do ndodhi. Rrezikojmë mos kemi port dhe ne do të mëjmë Kosovën, do shkojmë vetë për flasim këtu ku jemi këtu. Dhe problemi është thelbësor, ky problem që të fillon nga mënyra se si bëhet politika. Që do të thotë, parlamenti nuk ushtron funksionin e tij, dhe parlamenti ka një funksion shumë të thjeshtë, duhet të kontrollojë qeverinë. Që të arrijmë pas se ke një qeveri që funksionon, duhet që parlamenti të bëjë punën e tij, të bëjë ligje dhe të bëjë ligje të mira dhe jo të shaqojnë qeveria të kalojë. Po do e ka kontributin e vet, i çoja 30 vjet aty që. Jo, për mos ta ndërpres sepse Po do edhe pse janë bashkë. Nuk shpalos programin e partisë. Nuk mund ta shkaloj atë që ka ndodhur me partinë. Jo, do patjetër. Ka çuar 30 janë, unë po them troç. Patjetër. Po se edhe po dhe janë bashkë. Po mos ta nxjerrë nga konteksti i programit. Që do të thotë, para punës ne duhet të bëjmë një parlament të ri dhe jo një parlament siç e kemi në pjesë e programit tonë është parlamenti me 2 dhoma, që do të thotë kemi parlament dhe të kemi dhe senat, në cilën dhoma e parë është që merret me ligjet, dhoma e dytë është ajo që emëron të gjithë drejtuesit e institucioneve kushtetuese. Që një institucion i cili sot nuk funksionon, kemi korrupsion në Shqipëri ne? Cili shteti aplikon këtë lloj formule? Italia, versioni më i thjeshtë. Kemi sot ne korrupsion në Shqipëri? Kemi. Dhe kemi korrupsion në nivelet më të larta. Korrupsioni i nivelit më të lartë është korrupsioni i individëve, cilët deklarojnë pasurinë e tyre në ILDGPI. ILDGPI është institucioni kryesor që ka shteti shqiptar, i cili do të bëjë kontrollin e gjithë personave që kanë funksione të larta shtetërore. Sot që flasim, në 5 vitet e fundit, ILDGPI-ja nuk çon asnjë rast për të huetuar në SPAK. Kjo tregon që nëse ty të mungon sistemi kontrollit, dhe sistemi kontrollit pse të mungon? Sepse drejtuesi i ILDGPI-s caktohet nga parlamenti, që drejtohet në mënyrë të njëanshme nga një parti e vetme. Sot jemi në ca terma funksionimit të shtetit që janë të habitshme. Të na duhen më shumë vota për zgjedhur avokatin e popullit, sesa vota që për zgjedh presidentin e Republikës. Na duhen më shumë vota për zgjedh komisionerin për drejtën e informimit ose për mbrojtjen e dhënave personale, por na duhen më pak vota për zgjedh presidentin e Republikës. Dhe gjithë këto kompromiset që bën PD-ja dhe MPS-n, çfarë prodhojnë? Prodhojnë individ që drejtojnë institucione jo funksionale. Që do të thotë, ne duhet ndryshojmë mënyrën rrënjësore, mënyrën si funksionon shteti. Dhe pasi të kemi ndryshuar këtë, ti fillon të kesh një luftë reale kundër korrupsionit, sepse do të zvoglohet korrupsioni për shkak se ndryshon mënyra se si funksionon shteti. Dhe në mënyrën që ti zvoglon korrupsionin, ty të lindin fonde për arsimin, të lindin fonde për pensionet, të lindin fonde për shëndetësinë, të lindin fonde për transportin. Ti krijon hapësirë ekonomike që ti të fillon të zhvillosh. Ky është problemi i parë që duhet të adresojmë. Problemi i dytë është ai i zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, që do të thotë, sot në Shqipëri ndërtimi zë peshën më të madhe të buxhetit shtetit, jo të buxhetit, asaj që janë të ekonomisë. Ka ndodhur një fakt që ka kaluar në heshtje para 4-5 ditësh, që është Banka e Shqipërisë ka kufizuar vlerën që bankat e nivelit 2 mund t'japin për kredimarrjen në raport me blerjen e apartamenteve të reja. Pse? Sepse Banka e Shqipërisë e kupton rrezikun që rrjedh nga investimi i jashtëzakonshëm që u bë në sektorin e ndërtimit. Nëse banka do të ekspozohen ndaj kredive të këqija në sektorin e ndërtimit, do të jemi pra një katastrofë ekonomike në Shqipëri. Dhe nëse ne nuk ndryshojmë orientimin e ekonomisë shqiptare, që do të thotë jo më 20% e ekonomisë shqiptare duhet të jetë ndërtim, por 20% e ekonomisë shqiptare duhet të jetë bujqësi, dhe për të shkuar te bujqësia ti duhet të bësh subvencionime, dhe për të bërë subvencionime ti do shkosh ke fshatarit dhe thua zotëri dashur, ti nuk merr më para të vjedhura nga IPARD-i ose nga Ministria e Bujqësisë, por ti merr para mbas produktit që ke. Dhe ti zhvillon produktin, zhvillon bujqësinë, zhvillon turizmin, zhvillon ekonominë. Duke zhvilluar ekonominë ti ke fonde për të rritur pensionet. Nëse ne duam të rrisim pensionet, pensionet mund të rriten vetëm duke rritur bazën e atyre që paguajnë pensionet. Rezart, duke kërkuar ndjes leja ose a është kjo skema që është modeli më i mirë si sot Rama që kush nuk paguan sigurimet sepse pensionistët rrezikojnë mos marrin pensione, apo mund të ketë një zgjidhje tjetër edhe me gran qeverie edhe me takë? Ka një zgjidhje shumë të thjeshtur që ne kemi pjesë programit. Dëgjoni. Sot pensionistët ndahen në 2 fasha të ndryshme, në 2 kategori të ndryshme. Është një kategori pensionistësh për cilët aplikohet reforma e vitit 2014 që kanë pensione të pranueshme deri diku. Dhe është
kategoria e pensionistëve para vitit 2014 që kanë pensione në një nivel të pranueshëm. Pensionet kooperative. Po sepse është pjesa e atyre që nuk përfitojnë dot nga ligji, nga reforma e pensioneve vitit 2014. Dhe në këtë pikë ne si shoqëri duhet bëjmë një sforcë shumë të madhe që minimalisht kësaj klase, kësaj kategorie pensionistësh t'i barazojmë të dy kategoritë bashkë. Do nuk mund të kemi dy kategori të ndryshme pensionistësh. Njerëz që i kap ligji dhe njerëz që nuk i kap ligji. Njerëz që përfitojnë për shkak se kanë dalë pension në vitin 2014 dhe njerëz që nuk përfitojnë për shkak se kanë dalë pension para vitit 2014. Dhe në këtë pikë shteti shqiptar ka një zgjidhje shumë të thjeshtë, dhe është ajo që kemi propozuar ne, marrja e një borxhi publik për të mbyllur atë që është nevoja financiare për të mbuluar pensionet. Që thotë ne duhet i barazojmë të gjitha pensionet njësoj. Njerëzit që kanë dalë pension në vitin 1990 duhet marrin të njëjtin pension si njerëzit që kanë dalë në pension në vitin 2014. Mund të merret një borxh publik për aq kohë sa nuk është rregulluar e gjithë skema e pensioneve. Dhe të ngrihen gradualisht pensionet për të arritur një nivel të pranueshëm. Se unë di pse bëra këtë pyetje rreth ndërhyra edhe në atë që po diskutoje, sepse po ndodh në fakt edhe një fenomen i çuditshëm që duke qenë në këtë fashë që qeveria ka ndërtuar për pensionet, po masakron dhe biznesin me gjoba kamat, ke gjoba dhe në fakt bizneset edhe të cilët mund mos e përballojnë, tani jemi përballë kushteve të tilla të diskutuam në që vim ke problemi i dytë që kemi sot. Problemi i dytë është që ne ngrem në mënyrë artificiale pagat. Që do të thotë, nëse ti ngren në mënyrë artificiale pagat e sektorit publik, krijon një konkurrencë të padrejtë ndërmjet sektorit publik dhe sektorit privat. Unë kam punuar në 15 vitet e fundit në sektorin privat. Dhe sektori privat duhet të jetë rentabël, që do të thotë një punonjës në sektorin privat duhet të prodhojë. Nëse nuk prodhon, nuk është rentabël dhe si tillë nuk mund të paguhet. Ndërkohë që në sektorin publik ti nuk duhet të jesh rentabël. Sektori publik nuk ka për qëllim fitimin financiar, ka për qëllim të ofrojë një shërbim. Në këto kushte ti mund ta ngresh dhe artificialisht rrogën, por ajo që krijohet është sot në vend që njerëzit shkojnë dhe të investojnë për të punuar në sektorin privat, aty ku duhet fitojnë një pagë më të lartë, tentojnë të shkojnë dhe të punojnë në sektorin publik. Pse? Se pagat janë më të larta se në sektorin privat. Po kjo nuk i bën mirë ekonomisë. Ekonomia ka nevojë të zhvillohet, do të thotë ne na duhet të rrisim konkurrencën, të rrisim meritokracinë në ekonomi dhe në këtë formë para punës ti merr pagë më të lartë, po që të marrësh pagë më të lartë duhet të jesh dhe rentabël, duhet të prodhosh më shumë para për punëdhënësin. Ajo që po ndodh në Shqipëri është po rritet artificialisht paga minimale duke e vënë biznesin në vështirësi. Dhe vështirësia në biznesin Qa sjell? Do sjellë evazion fiskal në zotit, është normale. Debatuar me ju, qeveria thotë që biznesi nuk i përgjigjet pagave që ka qeveria. Është pse sektori privat nuk i kanë pagat në kohën që kanë qeveria. Dakord jam me ty, po qeveria nuk prodhon lek. Qeveria nuk është rentabël. Qeveria vjen taksa. Shkon punë orën 8 dhe ikën orën 4 mbaroj. Të shërbime. Shkon, ky është orari. Qeveria nuk shkon punë orën 8. Nëse është problem tjetër pastaj. Kjo është historinë vetë. Se pyesi Leon në gjatë jetës. Kjo historia është shumë e thjeshtë, që do të thotë qeveria nuk prodhon para. Qeveria merr taksat që ne gjithë paguajmë si taksa pagues dhe me këto taksa i rishpërndan. Po qartë. Dhe kjo rishpërndarje nuk mund të jetë në dëm të interesit tim, sepse nëse unë nuk e kam të pamundur të mbaj një punonjës për te pagës minimale, do të rëmë bëjë evazion fiskal tur. Ju kuptoj shumë mirë dhe nuk do të bëj opozitën. Ajo që unë po them është që kryeministri i Shqipërisë thot modeli im është unë kam ngritur pagat e shtetit që privati nuk i përgjigjet dot. Maroj. Dhe ai ka si argument këtë, e sjell si Ky nuk është model. Ky nuk është model. Kjo është pyetja ime, është model apo është model? Modeli është modeli, duam të shkojmë kapitalizëm, duam të ndërtojmë këtë kapitalizmin dhe këtë demokracinë sociale. Modeli është vetëm tregu. Tregu është ai që përcakton rregullat e lojës. Tregu, kërkesa dhe oferta, që do të thotë, nëse unë kam nevojë për krah pune, këtë krahun të punës do ta negocioj dhe do ta paguaj sipas leverdisë time, po jo sipas urdhit që nxjerr kryeministri. Sepse kryeministri çohet aty ke tavolina, bën këto shifrat e vetë, thotë kam rrit ekonominë. Ndërkohë, ekonomia poshtë është ajo që është prodhon lekët që shpenzon kryeministri. Dhe nëse ekonomia poshtë nuk ecën përpara atur, ky vend do shkojë drejt një kolapsi të vazhdueshëm ekonomik. Nëse ne nuk fillojmë sot ndërtojmë një model ekonomik të mirë, dhe modeli ekonomik mirë do të thotë të kesh dashsim të mirë, të kesh shëndetësi të mirë. Sepse nëse do të bëje një llogaritje, një punëtor që nuk është i shëndetshëm, prodhon kosto. Nuk prodhon. Dhe këtu kthehemi ke një problem, dhe problemi është ky.
Problemi është që modeli ekonomik që ne kemi në Shqipëri përfshirë këtu arsime, përfshirë shëndetësinë, përfshirë tregtinë, përfshirë rrjetin e transportit, nuk është një model ekonomik rentabël, nuk është model ekonomik zhvillimi. Dëgjoj, për një vend që është një vend në zhvillim si kushte jemi ne jemi vend në zhvillim. Nëse ti rritesh me shifra 1 apo 2 apo 3% vitesh rritje anemike, do të thotë nuk po rritesh realisht, sepse po rritesh njësoj sa është inflacioni jot. Që ti të rritesh ekonomikisht duhet të kesh rritje ekonomike dyshifrore. Që thotë nëse do pretendojmë që Shqipëria po zhvillohet, Shqipëria duhet të kishte rritjen ekonomike vjetore më shumë se 10%, siç e kanë të gjitha vendet në zhvillim. Po zoti këtu ju kur përmendat programin për bujqësinë dhe për atë fondet që janë abuzuar, harruat një fakt tjetër, a e dini çfarë ndodh në fshat? Është populluar. S'ka fuqi punëtore, kush do punojë? Po nuk ka. Jepi. Turi, po ka një arsye pse nuk ka fuqi punëtore. Jo, bujqësia ka një tjetër natyrë. E kuptoj. Bujqësia do forcë krau, sepse ne nuk e kemi komunitetin e nuk e di vendeve të zhvilluara për pas makineri. Edhe kjo nuk është e vërtetë. Ka një dëgjoj. Ka edhe një problem tjetër që është i vërtetë. E ke tokën në 5 parcela o miku im. Po pse? 7501 për i famshëm. Po jo, se nuk është 7501 i famshëm. Po i famshëm. Turi, në Shqipëri ka pas një projekt, unë besoj, unë jam kundër këtyre teorive. 5 eroje do nga tonë atje me ruj tokën. Unë jam kundër teorive. 5 vene ka tokën ai fshatari. Çfarë do bëj? 2 pleq. Unë jam kundër teorive konspiracioniste. Por ajo që vjet nuk më lër ta mbaroj. Unë jam fakt. Më lër ta mbaroj. S'kam teori. Kur them kundër teorive, më lër ta vazhdoj fundin e fjalisë se do ta shpjegoj pse. Po, us përmenda sektin nga që s'merr me teori konspirative. Por fakti që në Shqipëri ka pas një proces të vazhdueshëm deformimi ekonomik, duke filluar nga 7501. 7501 është një proces që ka lidhje jo vetëm me deformimin ekonomik, por ka lidhje me deformimin e pronës. Dhe janë dy themelët për ndërtuar një ekonomi. Ti nuk mund ndërtosh një ekonomi të shëndetshme nëse nuk ke zgjidhur problemin e pronave. Është e pamundur. Dhe nuk mund ndërtosh bujqësi të shëndetshme dhe të zhvilluar sa kohë nuk e zgjidhur problemin e pronave. Që do të thotë në Shqipëri, duke filluar nga viti 1901, është tentuar gjithmonë të ketë një ekonomi tregu të deformuar. Dhe atë momenti ku jemi sot tregon çfarë? Që gjithë qëllimi ka qenë që gjithë ekonomia shqiptare të përqendrohet në 5, 6, 10 apo 12 duar. Dhe ky është problem që është problem i zhvilluar politikisht nga të njëjtit njerëz që kanë 35 vjet që drejtojnë Shqipërinë. Rezultat ne kemi pas skena të frikshme për të thënë skena horror, që fshatarët e shkret që punojnë gjithë ditën derdhin prodhimet e tyre në kanale, që humshin. Tani unë po them edhe gjë tjetër, se ju përmendet problemin e pronave, se nuk e di se si e keni programin për ta zgjidhur. A e di që ka një familje në Xhavzotë që të njëjtën sipërfaqe tokë kanë 5 familje. Kush ka shku drejtori hipoteke ka dhënë tapi. Ka dhënë tapi. Si ta zgjidhni? Problemi i pronave zgjidhet. Drejtësia nuk funksionon. Po dëgjoj. Si mund zgjidhet problemi i pronave? Zgjidhet në një afat kohor 4 vjeçar vetëm me vullnet të mirë. Që duhet vullnet për të zgjidhur problemin e pronave. Sot në Shqipëri duhet përfundoj digitalizimi i hartës së tokës, që do të thotë shteti shqiptar më në fund duhet bëj të përmbyllë atë që është procesi më i rëndësishëm, është të di ku i ka pronat dhe si i ka pronat. Dhe në momentin që shteti shqiptar din se çfarë prona shtetërore ka, dhe kjo është një proces që mbyllet në një harë kohor, jo nga 6 muaj deri në 1 vit, ti zgjidh në mënyrë të menjëhershme problemin e kthimit ku prona është e lirë dhe kompensimit aty ku nuk është e lirë me pronë shtetërore. Dhe të ngelet vetëm problemi i kompensimit financiar për ata qytetarë apo shtetas shqiptar, cilët nuk kanë mundësi të kompensohen fizikisht apo të kthehet prona. Po denin tuaj ka ngel tokë lirë. Shteti shqiptar? Denin ka. Ka po iku dhe i mandat ky. Gjëja paqë duhet bërë në raport me pronën, pezullohet ligji për. Da shihni se ato keni po iku dhe i mandat. Zoti Thupi, nëse duam të zgjidhim problemin e pronës, duhen bërë 2 ndërhyrje të shpejta. E para është pezullimi i ligjit për investime strategjike. Dyta, çdo tokë që është tokë. Ky është pjesë e programit. Tokë e lirë në Bregdet i kthehet në mënyrë të menjëhershme ose i kompensohet gjithë atyre qytetarëve që presin. Dhe këtu do të themi një gjë të madhe, ligji i investimeve strategjike nuk është ligj i keq në vetvete. Nëse do trajtonte pronën private, që do të thotë ti do të thuash Turit që ka tokën Bregdet Tur, që toka jote unë do të jap leje ndërtimi për resort. Po të kuptoj. Dhe nuk do të kompensoj me 10.000 metra siç kishe, do të kompensoj me 5, por ama këto 5.000 metra unë do të jap me leje ndërtimi dhe ti. Atë tokën time në Bregdet ai e ka dhënë ti nga Skarpari, se ai ka qenë kryeminist në atë kohë.
Ky është problemi, Valeo. Ky është një nga problemet. Dgjoj, ky është një nga problemet. Çështja është të ecim përpara. Të ecim përpara, çfarë do të thotë? Digitalizimi i hartës tokës të jep mundësinë të kuptosh se sa toka janë të lira sot. Dhe ne duhet zgjidhim problemin e njerëzve që kanë 30 vjet që presin për të marrë pronën. Sigurisht jemi miq, realizohet praktikisht ju jeni në më pak se 4 vjet. Në më pak se 4. Realizohet, është e mundshme. Unë kam punuar Besoj që edhe Leo do jetë shumë interesuar për njerëzit e vet sepse edhe ky ka njerëz që kam dhe unë që po vuj pasojë të tilla. Unë kam 10 vjet që punoj si avokat, që merrem me çështje pronash. Gjithë policia e Shqipërisë më sa ka banuar apo? Dgjoj, unë kam 10 vjet që punoj si avokat dhe merrem kryesisht me çështje pronash. Në këto 10 vjet kam parë çdo lloj problemi të mundshëm në raport me pronën. Sot deri Bega ka qenë ministër drejtësie dhe ka parë, është një nga ata që ka iniciatorët e reformës pronës në raport me pronat që derivonin nga 7501. Kështu që besoj që të dy bashkë plus një numër jashtëzakonshëm njerëzve të brenda kishim një ide shumë të qartë se kush janë problemet që kanë në raport me pronën në Shqipëri dhe kur themi që mund ta mbyllim problemin e çështjes pronave në më pak se 4 vjet, do të japim një zgjidhje përfundimtare, jemi të qartë për mënyrën se si bëhet, dim si ta bëjmë dhe dim që po thamë që si ta bëjmë edhe do ta mbajmë fjalën. Ju prish punë kolecioni që nuk ndërtuat atë. Jo. Nuk dëgjoj. Çështja e pronave është një çështje që duhet ka në optikën tonë ka 3 çështje madhore që do të kërkojnë një pakt shumë të madh politik në Shqipëri. E para çështja e pronave, sepse çështja e pronave do ta kthente ekonominë në shinat e duhura. Nëse nuk zgjidhet problemi pronave, ekonomia shqiptare gjithmonë do vazhdoj të lëngojë. Problemi i dytë që është problemi i jashtëzakonshëm, është problemi i arsimit, sepse reforma në arsim nuk mund të bëhet vetëm me rritje të buxhetit të arsimit. Reforma në arsim është një reformë 10 vjeçare, ku duhet marrin pjesë gjithë faktorët politik për të thënë që nëse ne duam që arsimi në këtë vend të zhvillohet, duhet të fillojmë sot për të mbaruar mbas 10 vjetësh. Asnjë reformë në arsim nuk përfundon në 4 vjet. Prezant kolegu im që kam thënë që po drejtori emisionin është goditur sepse në 34 vite nuk ka mbaruar akoma procesi i kompensimit për përsekutuar. Dhe është gjëja më, pra, kategoria shtresa që i ka dhënë Partisë Demokratike mbështetjen më të madhe, sot shet me në Rama që do t'i kam dhënë më shumë lekë se sa kolegu im këtu është goditur dhe ka marrë kosto nga një shkrim që ka bërë, në fakt ky e bëri shkrimin për ta mbështetur, po aq i kuptoi ai dhe punën e tij, po është e turpshme. Dhe zgjidhet në 6 muaj. Zgjidhet në 6 muaj, nuk zgjidhet me këste. Është çështje vullneti turi. Ajo që ka ndodhur me ish përsekutuar është një nga poshtërsitë më të mëdha në Shqipëri. Dhe është jo vetëm poshtërsi në raport me sjelljen. Tema e pronave. Unë kam bërtuar keq rastin e Leos, sinqerisht, sepse Leo në atë kohë ishte dhe gazetari i ri, por nuk i mungon të vullneti edhe për të kthyer atij, po e bëri zgjidhjen nga ana profesionale. Po është çuditshme që ti thuash një gazetari në Durrës. Nuk ka kompensuar partia, nuk ka ç'punë që Leo në partinë, se marrë vesh në këtë punë. Për te çështjes partive, çështja e kompensimit. Ishte partia mbështetur. Çështja e kompensimit të shpërndjekëve politikë është një çështje vullneti dhe politikisht të dy partitë e mëdha kanë dashur ta mbajnë peng, sepse është ky versioni që t'jap nga një këst, nga një këst, nga një këst, nga një këst, nga një këst. Okej. Për të mbajtur varr. Për të mbajtur varr. Ndërkohë që ajo se çështja duhet të zgjidhur me një këst vetëm, kushdo që ka për të marrë duhet të marrë, duhet të mbyllet dhe ka dy arsye pse duhet mbyllet. E para punës për të vënë një farë drejtë në vend, për aq sa është e mundur, dhe dyta punës për të mbyllur një kapitull social në Shqipëri. Ne nuk mund të vazhdojmë më të kemi ish për ndjekun në Shqipëri. Po bravo. Nuk mund të vazhdojmë, do kemi dy kategori që janë kategori të tmerrshme, që kemi 35 vjet që i dëgjojmë. Ish për ndjekur dhe ish pronar. Ish për ndjekur duhet marrin atë që është kompensim. Kemi edhe ish veteran, i bie që kanë vdekur, ato që kanë luftuar. Nuk dua të merrem me atë pjesën fare. Jo, po merrem mos se kam problemun. Ne kemi dy një miku im dhe ju njihni edhe të dy keni mikë dhe ju, po thotë ore, dy kategori thot pa shkatrojnë këtë vend. Ish pronar, këto ish përsekutuar thot duan meritet që s'kena pas fajin e shkretit. Dhe ish veteran që thonë, unë kam shpu kaq goma makinës, aq i bën nga qenat mosh. Me shpu goma makinës për luftu. Ish veteranët me gjithë respektin që mund të kenë, pa diskutim. Nuk hyn në kategoritë që unë mendoj që kanë nevojë të rregullohen në Shqipëri.
Unë mendoj Shqipëri duhet zgjidhen dy probleme që janë probleme shumë të prehta. E para punës duhet zhdukim kategorinë e ish përndjekurve duke i kthyer drejtën në vend. Dhe e dyta punës është duhet zhdukim kategorinë e ish pronarëve duke u kthyer pronën që të gjithëve. Nëse zgjidhim këto dy probleme sociale, mund të mbyllim një kapitull që është një kapitull që ka lidhje me komunizmin dhe themi që po fillojmë ndërtojmë të kapitullin e pas tranzicionit në Shqipëri. Zoti këtu çfarë qëndrimi keni për SPAK-un? Qëndrimi jam për SPAK-un ka qenë gjithmonë koherent. Ne mendojmë Leo ka bërë pyetjen më të që aleati më i madh që ka dhe që duhet të kishte opozita në Shqipëri është SPAK-u. Dëgjoj Leo, ne kemi dalë në 5, 10, 15 apo 20 ditë e fundit dhe ankohemi gjithmonë që ka korrupsion. Ne kemi folur gjithmonë me emra, me terma, por pa provuar kur realisht se sa i madh ishte korrupsioni. Ajo që SPAK-u ka bërë vetëm 2 vitet e fundit është që gjithë të perceptimi popullor në raport me ekzistencën e korrupsionit ta ka faktuar. Sot nuk mund të themi vetëm që ka korrupsion. Sot e dim se sa i madh është korrupsioni. Sot nuk mund të bazohemi vetëm në deklaratat politike të partive për të thënë që ka korrupsion. Sot e dim me prova ligjore që korrupsioni ekziston dhe ka qenë në të gjitha format, që nga kryeministri e deri poshtë. Ne sot mund të themi që të gjithë aparati i ministrive dhe i kryeministrisë vijnë në dispozicion të kryeministrit apo të akteve ligjore dhe nënligjore. E ka bërë Berisha kur ishte kryeministër, e ka bërë Rama kur ishte kryeministër. Berisha e bëri për kompleksin Partizani, Rama e bëri për incineratorët. Që të dy kanë miratuar VKM dhe ligjin në interes tyre. Ky është korrupsioni madhor. Nëse ka një formë korrupsioni, ky është. Reza, di pse ka më rëndësi pyetja e Leos në këtë moment për mua, në këtë vështrimin tim. Pyetja e Leos për qëndrimin që ju keni ndaj SPAK-ut, se në faktu keni vetëm ju që e keni mbështetur SPAK-un, ka dhe ajo që është më çuditshme është që PD dhe PS nuk mbështet SPAK-un. Ky është problemi i madh tani. Dhe pyetja e Leos merr për masa të tjera tani duke thënë se edhe Rama pati një moment me Velian që po duket nuk di kush e tërhoqi veshin në punë. Se nuk mund të dalësh kundër, se tani bie që kur të kemi gjyq që ka të mbledhë fisit të shkojmë përpara aty. Mbledhim administratën, shkojmë përpara ke Veliet, shko Berisha në gjyq, Flamur Noka me telefon, do mblidhem me ty. Se ka dhe një problem të dytë pastaj, përveç kësaj të parës. Se Leo ka prek një nga temat më interesante që faktikisht është në Shqipëri. Ka krijuar SPAK-u një besim, po është e vërtet, po ka krijuar një besim që shqiptarët. Por ka një problem madh. Se këto pronët që ne folën pak më përpara, këto problemet që ne folën pak më përpara janë nga prokuroria dhe nga gjykata e Durrësit, që s'ka lidhje me SPAK-un. Dhe nuk është SPAK-u i vetëm institucion të rëndësishëm më Leo. Prokuroria e rrethave ka dalë jashtë fare. Proces. Tur është proces. Është proces. Po sa do zgjasësh punën e procesit tim. Do zgjas. Dhe procesi varet nga dy gjëra. E para punës varet nga koherenca që SPAK-u do ketë në raport me punën e tij. Një dhe dyta nga kërkesa e llogarisë që qytetarët do fillojnë ndërtojnë dhe për institucionet e tjera që nuk janë SPAK-u. Nëse ne kërkojmë SPAK-u llogaria apo godeti korrupsioni në nivelet e larta apo godeti krimin organizuar. Dhe kjo është një llogari që kërkojnë një numër i konsiderueshëm qytetarësh dhe kërkojnë dhe gazetarët më shumicë duke i vënë dhe lupën aktivitetit të SPAK-ut. Unë përmend rastin. Por ajo që duhet të bëjmë më lart se para 2 ditësh kam një rast tjetër. Ajo që duhet të bëjmë ne. Dhe falenderoj Leon për të gjithë kontributet dhe mbështetjet që më kanë dhënë. Ajo që duhet të bëjmë ne si qytetar është që sikurse i kërkojmë llogari SPAK-ut për veprimtarinë që bën raport me korrupsionin dhe me krimin organizuar, ne të gjithë duhet i kërkojmë dhe prokurorive të rrethave në raport me veprimtarinë që ato bëjnë për ato që janë krimet e vogla dhe për sigurinë e përditshme që ne kemi. Sepse janë më ndikueshëm që qytetarët fatikisht. Janë më të ndjeshëm. Leo, ne shohim për ditë gjykata njerëz që janë nga 20 vite me dosjen në dorë. Dhe nuk kanë gjetur. Dhe unë këtë pyetje të boja, duke nisur nga SPAK-u që po na jep besim shqiptarëve. Nga 1/10 çfarë do të vjen të SPAK-ut si përshmëri, duke qenë dhe jurist. Unë do ndaloja ke 9-ta. Shumë. Mendova që do shkoj deri në 7 za që kanë futbollistët. Unë do ndaloj ke 9-ta për dy arsye, me fjalë. E para punës është si unë nuk e kam ushtruar në profesionin e mësuesit, megjithatë mendoj që është një lloj stimuli që të vazhdojnë të punojnë në raport me pritshmëritë që ne kemi. Dhe e dyta është për t'i treguar që e para punës nuk është vetëm çështje mbështetje, por është edhe një çështje llogarie. SPAK-u duhet të mbrikë 10-ta nëse ne duam vërtet të ecim përpara. Dhe megjithëse jemi ke tema të cilat do më lejoni një ndërhyrje shumë të vogël, që është si më poshtë. Problemi që kemi ne është që ne kërkojmë nga SPAK-u që të bëjë gjithçka. Ndërkohë që qeveria është
një nga aktorët kryesor në raport me punën e drejtësisë. Dhe kur flasim punë e drejtësisë nuk janë vetëm individët që punojnë brenda sistemit, është dhe gjithë infrastruktura e sistemit. Sot që flasim, ne nuk kemi gjykata, sot që flasim, ne nuk kemi godina, dhe në fund fare nuk kemi as gjyqtar. Për të marrë një shembull, do ju them vetëm që gjykata e apelit Tiranë në organikën e saj duhet të ketë 72 gjyqtar. Gjykata e apelit sot në Tiranë sot ka 28 gjyqtar dhe nuk ka salla ku të bëhen gjyqet. Që do thotë, nëse ne presim që drejtësia të ecë shpejt, duhet të japim suportin e mjaftueshëm ekonomik. Që do thotë, gjykatave duhet të ndërtohen godina të reja, të ndërtohen facilitetet, të u jepen burime njerëzore, të u jepen ndihmës ligjore, dhe do të shikojmë që sistemi i drejtësisë do të fillojë të funksionojë shumë më mirë. Dhe kjo vlen edhe për SPAK-un. Një nga dy gjërat që SPAK-u ka nevojë urgjente janë ndihmës ligjore dhe hetues në numër të shtuar. Kemi mbritur pothuajse në fund të minutazhit për këtë emision të fundit, le të themi për sa i përket zgjedhjeve. Zgjedhjet 11 maj. Mos e kërkoson, se kam vënë një bazë të mos ma kërkoson dash. Kam dy pyetje që kanë lidhje me njëra tjetrën, po doja t'i përmbledhja në një për shkak të minutazhit dhe kjo pyetje vlen për të dy. Kush janë pritshmëritë për ditën e zgjedhjeve dhe pritshmëritë për rezultatin? Si politikan? Unë nuk do shpreh pritshmëri për ditën e zgjedhjeve, që unë do i them qytetarëve që të shkojnë të votojnë. Gjëja më e rëndësishme që mund të bëni në 11 maj për të gjithë problemeve, kënaqësive, hallave që mund të keni, është të shkoni dhe të votoni. 11 maj është dita në cilën qytetarët kanë mundësinë që të fillojnë një kapitull të ri. E para punës është një detyrë qytetare që ti të shkosh të votosh, dhe dyta punës është një detyrë qytetare në kushtet aktuale që ti të mos votosh PS dhe PD. Nëse ne duam vërtet të fillojmë të ndryshojmë Shqipërinë, ndryshimi fillon me 11 maj dhe fillon nga të shkuarit për të votuar. Dhe kjo është pjesa e mesazhit politik. Nëse do të flasim për çfarë pritet ndodh në zgjedhje, unë mendoj që 11 maj nuk do të jetë një ditë me jashtëzakonshme në kuptimin e problematikave. Besoj do të jetë një ditë e qetë. Ajo që do të ndodhë dhe ajo që mua më shqetëson personalisht është fakti që sistemi zgjedhor është ndërtuar mbi logjikën e dy partive të mëdha. Dhe si tillë është subjekti i veprimeve të dy partive të mëdha. E kaluara ka treguar që dy partitë e mëdha kanë tendencën të deformojnë në çdo moment rezultatet zgjedhore nëpërmjet mekanizmave jo të ligjshëm. Dhe ajo që do të ndodhë është do të fillojë një proces numërimi që do të jetë një proces i gjatë. Një proces i gjatë dhe do të jetë një proces në cilin ajo që unë shpresoj është që votat mos deformohen. Për te gjithçka që ne diskutojmë për deformimin që ndodh përpara datës 11 maj, ajo që nuk duhet ndodh në asnjë mënyrë është që deformimi të jetë gjatë procesit të numërimit, gjatë procesit të votimit dhe gjatë procesit të numërimit. Ne kemi marrë masat për këtë rastin hipotetik kur dy partitë e mëdha që kanë dhe numëruesit nëpër tavolina do ta deformojnë rezultatin. Shpresoj shumë që të mos detyrohemi të çojmë para drejtësisë të gjithë ata që do të luajnë me votën e qytetarëve dhe kjo nuk ka asnjë lloj lidhje me si do të jetë rezultati. Edhe unë fakt shpresoj që ata mos të guxojnë të veprojnë në të tillë mënyrë, pasi edhe SPAK është shumë i vëmendshëm. SPAK-u dhe ka detyrën deri në orën 7 datës 11 maj. Pastaj është, unë mendoj që është detyrë e jona të gjithëve që prodhojmë një proces të mirë. Leo, unë kam i shkoj asaj logjike që thotë Rezi edhe nga përshpërit e mia është që ka qenë kodi zgjedhor që ka vendosur rezultatin e zgjedhjeve, ka qenë një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Do vazhdoj të qëndroj besnik të gjithë saj që kam thënë që nga fillimi, sepse është miratuar një ligj që nuk ka nevojë për të bërë shumë komente, unë po marr vetëm dursin. 10 deputet dalin nga të dyja partitë e mëdha, 428 vet luajnë për 4, marron tani loja këtu. Bëhemi qesharak pastaj sepse nuk e ama ka një gjë. Unë përsëritet të shkoj asaj që ju më të drejtë pyetët Rezin dhe Rezi e tha. Një marrëveshje me SPAK-ut e prokurorisë dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e bërë para disa denoncime që kanë ndodhur. Inspektorët aty, po quaj inspektorë, se nuk inspektorët e më Luan Zazu që janë komiteti i rinisë, nuk ka lidhje me SPAK-un në fakt. Kanë rritur besueshmërinë tek qytetarët. Por gjithë vërtetës, ai kanë rritur. Pra, ai nuk mendon që vota e tij do jetë aq e lgjshme për të abuzuar, për të korruptuar, për të vjedhur. Përshpërimet e mia janë pavarësisht për të shakasi, kemi bërë me Rezin e misionin e kaluar, kur kemi bërë disa fakt.
Unë shikoj në Durrës një garë të çuditshme. Pse e them këtë? Shikoj një garë të çuditshme për nga mënyra si janë ndërtuar listët, për nga mënyra si funksionon kodi zgjedhor, por edhe nga angazhimi shumë i çuditshëm me këtyre partive të vogla që to po i nënvlerësojnë. Për mua, në respekt të insektit, partitë e vogla po luajnë si milingona dhe po luajnë shumë mirë. Nuk ka më punëtore se milingona. Kjo faktikisht do duket me datë. Patjetër, është, por ka një gjë. Unë nuk mendoj që 11 maj do të përcaktoj rezultatin. Unë shoh një skenar pavarësisht se kodi zgjedhor joni nuk ka lidhje me atë të Kosovës. Për fat keq unë shikoj një skenar pothuajse me ata që po ndodhen në Kosovë, që ka një parti fituese, por që nuk ndërton dot as qeveri, nuk ndërton dot as, nuk zgjedh ata sekretarin e parlamentit. Janë pak në 12 seanca. Dhe unë besoj që do ndodhi ajo që Rezi e parashikoi, duke qenë edhe jurist, do ketë probleme shumë më ditën e zgjedhjeve. Problemet nuk do jenë të natyrës me dinamitën me kallash, sepse kena kaluar fazë. Por do ketë denoncime, sepse vetëm deri tani në Durrës ka të paktën 100 denoncime që do të hetohen, sepse ka një detyrim Komisioni Qendror dhe Kolegji Zgjedhor, nuk e di si funksionon. Komisioni Qendror që do të rishit. Unë mendoj që do ketë çuditëra 11 maj. Dhe ne do të jemi këtu për të trajtuar, për të analizuar në emisionet e javëve në vazhdim. Ne kemi mbritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme dhe emisionin përmbyllës të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të datës 11 maj. Le të shpresojmë që mos të na shfaqen problematika. Ne jemi gazetarë dhe jemi në terren, do punojmë me intensitet lartë për të pasqyruar ato tek të gjithë teleshikuesit, të cilët unë i përshëndes dhe ju le takim javën e ardhshme. Natën e mirë dhe mirupafshim. Ju faleminderit që ishit në studio.